Unë kam dalë në vitet 90, kam jetu në vit 35 vite në Gjermani. Në fund kam vendosur të dalë në Zvicër, që 4 vite jemi. Ka një jetë lumtur edhe këtu në Kosovë, mund ta kesh një jetë lumtur shumë. E ka shijen e vet, edhe pse nuk shumë sende nuk janë rregull, po e ka një shijet. Ajri e ka shijen ndryshe. Të ardhat janë një pjesë tjetër. Nuk mund ta plotësojnë një zbrazësinë të vendit. Mirë po dukesh, shëndetin? Shëndetin, mirë. Tip top. Si djali i ri? Jo. Pre kaq puna vjen? Opojës. Pre opojës. A jeton jashtë dikun? Po. Cilën vend? Zvicër. Zvicër. Cilën vend Zvicër? Në qytetin s'ka nevojë me dinë. Veç po them thjesht, okay, s'është patjetër. Kantoni Argaut. Argaut. Po. Në rregull. A ndërkohë atje jeni familje? Po. Për juve, sa ka qenë i vështirë të jetosh me një vend si Zvicra? A ka qenë e mundimshme për ty? Shiko, unë kam dalë në vitet 90, kam jetu në vit 35 vite në Gjermani, mandaj në fund kam vendosur të dalë në Zvicër, që 4 vite jemi atje. Se zgjodhe Zvicrën? Zvicrën? Me thonë drejtën, nuk ka qenë vendimi imi, për shkak se djali deshti të kryej shkollën atje në Zvicër, kështu që isha i detyruar edhe unë të dalim gjithë. Kështu që e punoj në Zvicër, mandej edhe unë për shkak të porrecit. Sa pa të vështirë kur domethënë familjen prindaj ki pas njët? I kam këtu. Sa i pas vështirë kur ti e mor rrugën për të parë, po tham, kur e la prind. Ka qenë koha e në viteve 89, kam qenë student në elektroteknik këtu. Kur na larguan prej konvikteve të studentëve, na pranoi një familje atëherë në atë kohë shumë aktive në lëvizje patriote, familje patriote. Përshëndes Ali Berishën për këtuit. Që na ka pranuar në shtëpinë e tij, mua edhe 4 studentë tjerë. Na kena qenë edhe një vit aty, një vit e gjysmë, mandaj isha unë i detyruar se u involvova edhe unë në lëvizje në atë kohë. Edhe regjimi atëherë pati një informatë se diçka lëviz në poj në atë fshatin ku jetoja unë, lëviz, kështu që prej babit dhe mamit më thanë që të largohem se isha unë në Prishtinë, në shtëpinë tonë pati një pastisje në atë ku i thoshin. Edhe kështu isha detyruar të ikja me 2 janar në vitin 1991 përmes maleve të Sharrit, kam dalë në Titovë, prej Titovës kam udhëtuar përmes Maqedonisë, Veriut tash, në Bullgari, Rumani, Hungari, dhe kam mbetur deri sa u hap Kosova, u larguar regjimi. Sa je pishmon që je atje, e nuk je në Kosovë? Boll. Për çka? Tash takuam unë me shokin më të ngushtë studimeve, të shkojmë të ham drekën. Aja është tash mbikëqyrë si një buxhetit, më duket, buxhetit Kosovës. Ka kryer fakultetin, jeton, ka një jetë lumtur edhe këtu në Kosovë, mund ta kesh një jetë lumtur shumë. Po. A mund të qenë jeta më e lumtur në Kosovë, a vendi ku atje e ke dhënë ndjerë në Kosovë? Sa po të në Kosovë? E ka shijen e vet, edhe pse nuk shumë sende nuk janë rregull, po e ka një shijet. Ajri e ka shijen ndryshe. Sa të mungon kjo ajri, kjo shija që se ki atje ti? Po keni më shumë tarat, më të mira, keni po këtë shijen e mungon. Shiko, të ardhat janë një pjesë tjetër. Nuk mund ta plotësojnë një zbrazësinë të vendit. Të ardhat, nuk mund ta zbrazojnë. Ato mund ta zbusin ose me një mënyrë tjetër të ta ledhatojnë atë zbrazësinë, ama me zëvendësu jo. Çaj kështë e rekomandu gjithë atyre që dëshirojnë marrë rrugën për ngurbet? Rrugën për ngurbet të mendohen mirë, se momentalisht nuk marrë ngurbeti, ngurbeti është
Nuk është më ai përpara. Përpara kanë shkuar babi im ose migjallarët e mi kanë shkuar, kanë jetuar me një mënyrë shumë të varfër. Për me kursye diçka me prunë këtu. Po ta jetojsh jetën, ta shijosh jetën në perëndim, një lloj si këtu, njëtët, i marrë këtu 700, 600, 700 euro, atje edhe do t'i marrësh 2500, 3000 euro, prap nuk mjaftojnë. Se ka jeta e kërkon me ma shumë argjime. Kështu që në fundit nuk tjetë iq ma shumë se këtu. Po ka individ, ka punëtor, për punëtorin të në kur s'ka dimën. Edhe në Kosovë mund të punojsh, të jetojsh si shoku im, me ka rrugën se si në Gjermani. Se ka punu, ka kryer fakultetin, ka punu, është intelektual, punon, vazhdon, që sot ka me punu, nesër ka me punu. Po. A ndërkohë cila ka qenë puna ma vështirë që ke bo këto vite sa ki qenë jashtë? Atje, puna ma vështirë që ke bo. Sigurisht nuk ka punë të lehta. Jo. Unë e kam pas një punë shumë të vështirë, po me sakrificën edhe interesin tim që kam pas në punë, në drejtim, kam arrit një shkallë tash ku kam shumë ma lehtë. Cila ka qenë ajo punë? Është një lemi shumë i ri, punës, i thënë Vasa Shtral Teknik atje, ku bëjmë testimin e karbonizimit të betonit, se shembull këtu për Mëndorën ta shohësh ku betoni ka filluar mu karbonizue, ku mu dryshk, që thënë ne, atëre vendosën na sa është karbonizue, sa duhet ta hekim atë betonin e vjetër që ta reprofilojmë me beton të ri. Ajo ka qenë punë e vështirë, po me kohën kam rrinë tash, kam punën më të lehtë. Në fund një mesazh gjithë njerëzve kudo që janë, ku na ndjekin për fund, çaj kush ta një mesazh, një këshill, sidomos diasporës, njerëzve që kemi këtu. Një mesazh që kishe për t'jallë ti. Çaj kush ta? Shëndetin ta kenë, dashurinë ndërmjet veti, sa ajo ka humbë shumë, dashurinë ndërmjet veti, shëndetin, tjera të sëndëpin. Edhe punë. Hitleri një fjale ka pas të mirë. Puna të liron. Gjermanisht thot Arbeit macht frei. Ai ka thonë këtë fjalë, po është shumë e vend. Ishte shumë kënaqësi të uroj shëndet, më të mirat në jetë. Faleminderit shumë.